Fix, bravo. Tani, pa. Pyet çfarë mendoni? Ta mbyllim TikTokun apo jo? Ja, unë mendoj që TikToku nuk duhet mbyllur se ti dhe unë do ngelemi pa punë. Po jo. Nuk është zgjidhja. Jo mos ngel pa punë. S'ngel pa punë. Po rrizun e kanë dorë Allahu, jo TikToku. Mirë, ti punon dhe me Instagrami, po prap TikToku duhet promovon. Okej. Gjithsesi, si ta bëj tani me dash me menaxhu shteti TikTokun e menaxhon në ndalim me punë edhe ato që ne kanë vështirë që punojnë vetëm me TikTok. Por që inshallah nuk mbyll, ta verifikojnë me dokumente edhe ato dzejgje që hyjnë kështu të verifikohet. Shiko, nga qeveria është konsideruar që TikToku është pandemia më e keqe e shqiptarëve. Unë s'mendoj kështu. Gënjenj. Sa rreni më burr. Do bëni gjë. Po pse se përdor TikTokun ti? E përdor ndonjëherë për të pa video. Po mirë, memet do të mungojnë, memet e TikTokut. Do mungojnë pak. Po çfarë do bëni pa TikTokun? Si do e bëni tani ju? Do mësojmë.